Drejtësia malazeze ka bërë një goditje të fortë sot, pasi ish kryetaria e gjykatës së lartë, Vesna Medenika, është dënuar me 10 vjet burg për korrupsion të nivelit të lartë. Sipas vendimit të gjykatës së lartë, ajo u shpall fajtore për 2 raste të ndikimit të paligjshëm në drejtësi, të lidhura me marrjen e parave dhe manipulimin e vendimeve gjyqësore. Medenica, një nga figurat më të fuqishme të sistemit të drejtësisë malazeze për mbi 2 dekada, u shpall e pafajshme për akuzën e krijimit të një organizate kriminale, por gjykata e gjeti fajtore për ndërhyrje të dyfisht në vendimarrje gjyqësore për interesa korruptive. Ndërkohë djali i saj, Milos Medenica, u dënua me 10 vjet e 2 muaj burg për një sër veprash penale, përfshirë krijimin e një organizate kriminale, kontraband, ndikim të paligjshëm përmes ndihmës dhe pengim të drejtësisë. Atij u caktua masa e arrestit me burg për shkak të rrezikut për arratisje. Të dyve u janë konfiskuar pasaportat dhe u ndalua dalja nga vendbanimi. Përveç dënimeve me burg, Medenica dhe djali i saj janë detyruar të paguajnë nga 50.000 euro gjob, si dhe të kthejnë në mënyrë të përbashkët me të akuzuarit e tjerë mbi 2.7 milion euro. Dëm ky i shkaktuar shtetit. Prokuroria speciale është shprehur e kënaqur me dënimet, por paralajmëroi se do të apelojë vendimin për të kërkuar dënime edhe më të rënda. Ky dënim është një mesazh për SPAK dhe GKK-on. Deri më sot i vetmi që ka marrë një dënim të lartë është Lefter Koka, i cili u dënua me 10 vite burg, por ju ul me gjykim të shkurtuar dhe doli nga qelia. Asnjë zyrtar tjetër nuk ka marrë dënim shëmbullor, po ashtu askujt nuk i është kërkuar të kthejë mbrapsht paratë e vjedhura. Elementi tjetër është se SBA dhe BE kanë kërkuar të dënohen gjyqtarët dhe prokurorët e ngelur në vetting, por jo që nuk janë dënuar, por sot shijojnë milionat. Shembulli më i vetëm mbetet Bashkim Dedja, ish kryetari i gjykatës kushtetuese, i dënuar me vendim të formës së prerë vetëm me kusht, ndërsa 10 të tjerë me pasuri marramendse të pajustifikuara sot janë kthyer në deputet, avokat të pasur, pedagog apo njerëz me ndikim në media.